Përshëndetje. Ai ka në lodhe. Ai ka gocë e re, unë jam burr plak. Edhe së rruj do të ritmin e saj. Për ty po flas, ai ka. Shifi që këtu. Uroj të jeni gjithë mirë. Kisha kohë që doja të përgatisja një video për zotin privat të izraelitëve, të hebrejve, Jahve. Edhe më së fundi, mbytyn meri mangat. E kam gati, po thuaj që sonte në mbrëmje, besoj dhe e hedh në YouTube. Që është ky zot, të cilin izraelitët pretendojnë që e kanë ekskluzivisht të tyret dhe ndjek i qartë që edhe krishterimi pasaj ndoshta indikuar nga hebrejt si shumë gjëra tjera që ata bëjnë. E përqafoj këtë zot. Video është përgatitur Masulla Stoti. Video është përgatitur me materiale, kuptohet, me përkthime, me studime nga të tjerë. Nuk kam unë kapacitet për t'i bërë këtë gjëra vetë. Unë vetëm selektoj, përkthej dhe datoj. Nuk ka materiale nga Mauro Bilinjo, me qenë se ka disa nga ju që ma citoni aty, por një pjesë joja me sa duket nuk po kupton as ato të mia që janë thjesht ajo më të kuptojt Bilinjos. Bilinjo në vretjet që bën, në kritikat që bën për Biblën, bazohet në Biblën hebraike dhe gjithmonë thelbi është një. Kemi të bëjmë me jashtëtoksor. Pra, Elohim janë perëndi jashtëtoksore, të konsideruara si perëndi nga njerëzit, siç kemi folur edhe në podcast për Anunnaki. Ndërsa unë nuk do t'i hyj kësaj teme, jo se nuk e besoj, sepse kam theksuar edhe në një video tjetër time që unë nuk jam mohues, pranoj si të mundur çdo gjë. Por pasaj po u zgjerova në temë, duhet të vazhdoj me shumë tema tjera të asaj natyre. Unë më tepër jam në politeizmin, të cilin këta e kanë mohuar, e kanë denigruar, e kanë dënuar dhe kanë vendosur këtë regjim monoteist, ku duhet të besosh detyrimisht çfarë thonë. Në Kur'an, shpreha e parë që lexon sa hap Kur'anin është: ky është libri pa më dyshje. Pra, sa e merr këtë libër, ty të mohohet arsjetimi jot. Duhet të pranosh plotësisht atë. Po kështu ndodhet edhe në fenë krishtere. Të dyja fetë monoteiste të përjashtojnë. Bile do ju tregoj një detaj interesant. Në Kur'an, për shembull, nuk cilësohet në asnjë vend që duhet ngrihen këto të ashtu quajturat komunitete muslimane që të vendosin je apo si je musliman. Për besimtarët musliman ju kujtoj që kur profeti Muhammed bëri regjistrimin në Medinë, regjistroi si musliman të gjithë ata që u vetë deklaruan musliman. Nuk ju kërkoi as certifikat, as vërtetim, as patent, as i lloj dokumenti tjetër që të vërtetonte. Pra, i regjistroi si musliman. Këtu mblidhet një komunitet dhe vendos si je apo si je. Edhe janë tashi, nuk e di sa janë 73 sekte muslimane, të gjitha akuzojnë njëri tjetrin. Krishterët po ashtu siç dihet janë ndarë, kanë bërë dhe luftra të përgjithshme me njëri tjetrin. Gjoja në emër të fesë, po qëllimi ishte zaptimi i tokave e tjera tjera. Po e lejmë këtë gjë, se është temë gjatë. Pra,
Sonte në mbrëmje do hedh këtë video ku trajtoj pikërisht këtë gjë, por e theksoj jo në drejtimin e Mauro Belinjos, i cili është madhështor. Unë kam shumë vjetë që e ndjek, edhe tashi e shikoj para 2 ditësh nxori një video të re në kanalin e tij privat, zyrtar. Është shumë madhështor. Pra jo në atë këndvështrim, është tjetër detaj. Qëllimi im është ky. Ky zot personal i izraelitëve, si ka mundësi të jetë i izraelitëve kur ka ekzistuar mijëra vjet para se të krijohesh kombi izraelit. Ky është thelbi i videos. Në qoftë se ky është Zoti i Abrahamit, i Isakut e Jakobit. Abrahami ka jetuar mijëra vjet përpara se të krijohesh kombi izraelit. Si që ka Zot i izraelitëve atëherë? I zgjodhi ky izraelitët? Apo izraelitët e zgjodhen këtë që të dilnin si popull i veçantë me një Zot veçantë? Kjo është e gjithë tema. Natyrisht që shumë do e ndjejnë veten të prekur, të cënuar në besimin e tyre, po ky është problemi i tyre, nuk është problemi im. Le të komentojnë, le të shprehin. Nëse e njohin etikën, ta përdorin. Nëse se njohin, s'ka problem, ashtu siç janë në original, të mos hiqen ndryshe. Por e theksoj edhe tani atë që theksoj në çdo video tashmë. Videot e kanalit tim nuk kanë për qëllim të ndikojnë as pak, jo sadopak, po as pak, në opinionin tuaj, në mendimet tuaja, në bindjet tuaja, në besimin tuaj. Absolutisht jo. Për aq kosa të gjitha këto nuk influencojnë në jetën time, to që përmenda tuajat, nuk ka arsye fare që unë të tentoj të ndikoj ke ju. Kështu që ju ftoj vetëm ta shikoni për kurreshje, për të mësuar diçka tjetër, për të mësuar diçka të pavërtet tjetër, për ata që nuk e besojnë, nuk ka asnjë të keqe. Ai ka ikin. Ju përshëndes edhe sonte në mbrëmje takohemi me videon. Ditë të mbarë.